shikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. 7 persona, ndërta 3 me rrezikshmëri të lartë shoqërore u arrestuan nga policia e Durrësit. Ndër personat e arrestuar është dhe Xhevdet Plaku, i cili u arratis nga burgu i Ankonës në Italinë janar të këtij viti. Të arrestuarit u kapën në një restorant në gjirin e Lalzit, ndërsa ju sekuestruan 4 pistoleta me fishek në fole, gati për qitje, si dhe shumë parash në lek dhe euro. Policia, barkas! Barkas, til! Barkas! 7 persona me dystyre, 3 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore të shpallur në kërkim janë arrestuar në operacionin e fundit të policisë së Durrësit në një bar-restorant në zonën e gjirit të Lalsit një natë më parë. Policia e Durrësit bëri me dije se ka sekuestruar dhe një arsenal armësh të personave të arrestuar, të cilët kanë qenë të shpallur në kërkim brenda dhe jashtë vendit. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata e Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Ky shtetas është arratisur nga burgu i Ankonës në muajin janar këtij viti. Gjatë kontrollit këtij shtetasi u gjet një armë zjarri, pistolet me fishek në fole gati për qitje. Flobenc Meqja, alias Gega, alias Drini, 43 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim nga SPAK për kryen e vepra penale organizat kriminale, kryer veprës penale nga grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve i mjeteve për kryer vrasje. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, si i dyshuar për kryen e vepra penale, trafikimi i mjeteve motorike, kryer në bashkëpunim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për kryer vrasje. Gjatë operacionit të koduar Enigma u vu në pranga edhe shtetasit Fatjon Qesja, Juger Xhani, Oltion Hasani dhe Alfred Hasanaj, të cilët akuzohen për armbajtje pa leje, moskallëzim krimi dhe përkraje e autorit të krimit. Gjithashtu, policia sekuestroi 4 armë zjarri, pistolet me fishek në fole gati për qitje, shumë aparash në lek dhe euro, si dhe sende të tjera. Po cilët janë personazhet arrestuar gjatë aksionit koduar Enigma që u zhvillua në gjirin e Lalzit? Kronika e gazetares Klodiana Lala na njeh me detajet. Barkas! Cilët janë personazhet arrestuar gjatë aksionit të koduar Enigma që u zhvillua në Durrës? Më kryesori për të arrestuarve gjatë operacionit Enigma në Durrës është Xhevdet Plaku, alias Xhevdet Kis. 45 vjeçari ishte në kërkim nga Interpol Roma pasi gjykata e Breshjes kishte caktuar mas sigurie për të për akuzën e trafikut të drogës. Xhevdet Plaku ishte arratisur nga burgu i Ankonës në janar të këtij viti dhe u prangos teksa darkonte në një restorant në gjirin e Lalzit me miqtë e tij, po të shumë kërkuar. I njohur me Nofkën Akili, ai akuzohet si drejtuesi një grupi kriminal shqiptar me bazë në Itali, që merrej me trafikimin e kokainës nga Holanda dhe Belgjika. Grupi i tij kriminal thuhet se i ndante pakut e drogës në bazë të cilësisë. Cilësi e cila dallonte edhe emërtimet ku kokaina më e pastër ishte Hermes dhe më pas Lacoste, G4, Rolls-Royce dhe Playboy. Në Shqipëri, ai ishte në përplasje me Recep Rapin, i njohur si Kepa Rapi, i cili bashkë me nipin e tij tentoi ta vriste pasi e dyshonte për ekzekutimin e vëllait të tij, Sali Rapi, në vitin 2000. Xhevdet Plaku ishte planifikuar të vritej në derën e drejtorisë së policisë së Durrësit, ku e kishte shoqëruar qëllimisht për ta nxjerrë në prit oficeri i policisë Dedan Gjoni, aktualisht nën arrest. Flobenc Meqja, alias Gega alias Drini, 43 vjeç, i shumë kërkuar nga SPAK, ndodhej në shoqërinë e Plakut. Ai pranoi shumën për 5 milion eurosh nga kreu i organizatës kriminale Çopja, Franc Çopja, që të ekzekutonte kundërshtarin e tij, Erion Alibej, i njohur si Krymi. Franc Çopja ofronte deri në 5 milion euro për kokën e Erion Alibej, ndërsa nga 1 milion euro për vrasjen e shtetasve Arjan Spahiu, Aldo Baho, Ilir Loshi, lidhje të ngushta të kreut të grupit. Gjatë një bisede në Sky ECC, Flobenc Meqja bisedon me Franc Çopjan. Më thuaj pak a shumë ku rreh pazari, se unë nuk jam vetëm, pyet Flobenci. 5 milion euro, i përgjigjet Franc Çopja. Ti dashke me na nxjerr në pension, i shkruan Meqja. Klani kriminal nuk e vrau dot Krymin, pasi ai u arrestua, ndërsa organizata e drejtuar nga vëllezërit France Hajdar Çopja u godit në 2024. Voltan Xhani, 39 vjeç, rezident në Holland, ishte shpallur në kërkim për krijimin e kushteve për të kryer vrasjen e Elis Roshkodolit në Shkodër. Makina që u përdor nga ekzekutorët u gjet në servisin e Xhanit. Në pranga ra dhe vëllai i tij, Juger Xhani. Të dy dyshohen të jenë të implikuar edhe në krime të tjera, ndërsa dyshohen për trafik droge.
GKK vlerësoi masat e sigurisë për 14 të arrestuarit gjatë operacionit ndërkombëtar Ura, duke lënë në fuqi masat arrest me burg të kërkuara nga SPAK për 11 të arrestuarit të dyshuar për përfshirje në trafik narkotikësh nga Shqipëria në Itali. Për avokatin Armand Tragaj është saktuar detyrimi paraqitjes, ndërsa janë liruar Ervis Deti dhe Bexhet Mema. Operacioni Ura u ndërmor pas hetimeve të përbashkëta dhe bashkëpunimit me SPAK, antimafjes italiane dhe Eurojust. Pas një seance që zgjati gati 6 orë, gjykata e posaçme vlerësoi masat e sigurisë për 14 arrestuarit gjatë operacionit ndërkombëtar Ura. Gjyqtari Eurodina Palloj la në fuqi masat arrest me burg të kërkuara nga SPAK për 11 arrestuarit, të dyshuar për përfshirje në trafik narkotikësh që shtrihej nga Shqipëria në Itali. Ndërkohë për avokatin Armand Tragaj është ndryshuar masa duke i caktuar detyrim paraqitje. 2 prej të arrestuarve gjatë operacionit, Ervis Deti dhe Bexhet Mema, janë liruar nga gjykata e posaçme. Gjatë operacionit të ndërmarrë 2 ditë më parë, një bashkëpunim mes prokurorisë së posaçme, antimafjas italiane dhe Eurojust, janë lëshuar 51 masa, nga të cilat 29 në Shqipëri dhe një urdhër ndalimi, ndërsa 22 masa të tjera janë lëshuar në Itali. Gjatë seancës, avokatët mbrojtës i kanë kërkuar prokurorisë që përveç bisedave të dala nga Sky Encrochat, të paraqesin edhe prova të tjera. Dosja Ura është e mbështetur mbi përgjigje telefonike, ambientale, pamje video, si dhe zbardhjet e mesazheve në Sky Encrochat. Mes 29 masave të firmosura nga SPAK është edhe Elvis Doçi, i njohur ndryshe si Visi i Pojës, një ndër emrat kyç të këtij grupi, që garantonte trafikun e kokainës dhe heroinës drejt Italisë përmes korrierëve të ndryshëm. Por Visi i Pojës mundi të shpëtojë arrestimit gjatë operacionit Ura. Ai akuzohet për trafikim të narkotikëve, pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, grup i strukturuar kriminal dhe kryerje veprave penale nga organizata kriminale apo grupi i strukturuar kriminal. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Policia e Elbasanit ka ushtruar kontrole në lokalin e kryeplakut fshatit Pekisht në Peqin, duke zbuluar flet votimit falsifikuara si dhe listën emërore të zgjedhësve. Kontrolli erdhi pas denoncimit kreut PD Sali Berisha, sipas të cilit pronari lokali Dervish Beqiri ka qenë vëzhgues në zgjedhje. Pas denoncimit të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, policia e Elbasanit ka ushtruar kontrole në lokalin e kryeplakut të fshatit Pekisht në Peqin, Dervish Beqiri, ku u gjetën 10 fletë të ngjashme me fletët e votimit të paplotësuara, të dyshuara të falsifikuara, si dhe një listë emërore e zgjedhësve. Gjithashtu policia sekuestroi portofolin me 280.000 lekë të Dervish Beqirit, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën një pushkë vjetër trofe dhe një pistolet zhurmuese sportive. Sipas kreut të Partisë Demokratike, lokali i kryeplakut të fshatit Pekisht funksiononte si bazë patronazhistësh, me dyshimet se ndaheshin para në këmbim të votës. Dervish Beqiri rezulton se ka qenë edhe vëzhgues në zgjedhje, ndërsa ka qenë vetë kandidati i Partisë Demokratike në këtë qark, Bledi Himçi, i cili ka gjetur materialet zgjedhore në këtë lokal, mes të tjerave edhe flet votimi. Dervish Beqiri akuzohet për falsifikim të materialeve zgjedhore dhe rezultateve të zgjedhjeve, si dhe për armbajtje pa leje. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vion akuzat e tij, sipas cilave 11 maj ishte një fars. Sipas Berishës, krimi organizuar punoi për 28 deputet Partisë Socialiste. Berisha kërkon qeveri teknike dhe zgjedhjet parakoshme. Sali Berisha i quan fars zgjedhjet e 11 maj, duke u shprehur se krimi organizuar punoi për 28 deputet të PS-s. Bota e krimit në këto zgjedhje ishte më zyrtare se kur. Ajo veproi në ombrellën e prokurorisë dhe politikës. Bandat në qytetet e mëdha të vendit arritën të fusin parlament, të punojnë për 28 deputet. Kampione është natyrisht Sara Mile, kampione është Alken Balla, kampione është Ani Dyrmishi, kampione është Blendi Xhabafti, Zeqineja, në Maja Thans, Arben Qimja, kishte detyrë t'i siguronte vota. Shefi i Selis Blu thekson se me një qeveri të tillë që përdor shtetin dhe krimin përballë opozitës, zgjedhjet nuk mund të fitohen. Farsa nuk fitohet nga opozita. Çfarë do që të bëjë opozita? Opozita nuk e dhanon dot qeverinë që të falë 200 milionë euro gjoba. Çfarë do që të bëjë opozita? Opozita nuk e dhanon dot qeverinë që të bëjë dhurat 100 euro për 760.000 pensionistë. Opozita nuk mund të arrestoj as Elvis Doçin, as Suel Çela. Edi Rama i ka dhënë Pojës me qera kundër këtij tarife portin e Durrësit. Ka 3 vjet që aty nuk kapet 1 gram kokainë, sepse është mall për kryeministrit.
Kreu i PD-s i kthehet ide se qeveria teknike dhe zgjedhjet e parakohshme mund të zhbllokojnë situatën. Rruga e vetme është qeveri teknike dhe zgjedhje të lira, sepse me Edi Rama nuk ka vetëm farzë dhe nuk ka zgjedhje. Ish-kryeministri akuzoi partitë e reja se mos pranimi i krijimit të koalicioneve favorizoi Edi Ramën për të marrë 83 mandate. Këto forca që thoni ju, të marrë as bashkë, të morën deputet sa ato mdoshi. E çfarë shërbëj kjo? Nuk shërbëj kjo për të heqë opozicë të paktën 8 deputet. Ju keni deklaruar disa herë në fakt që tashmë nuk keni më një politikan, por një misionar. Kur i mbaron mandati, misioni që ju keni nisur sipas statutit Partisë Demokratike? Misioni im mbaron atë ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Partia Demokratike këmbgul në kërkesën për marrjen e informacioneve mbi procesin e shpërndarjes së zarfeve me fletët e votimit tek shqiptarët e diasporës që votuan më 11 maj. Kërkesë që sipas opozitës është thelbësore në procesin e ankimimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi garantoi se kjo e drejtë nuk do të cënohet. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi miratoi tabelet përmbledhëse për rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit në qarqet të Vlorë, Fier, Lezhë dhe Gjirokastër. Mirë po përfaqësuesi ligjor i koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka kërkuar zyrtarisht të vijë në dispozicion të dhënat konkrete mbi procesin e shpërndarjeve të zarfeve të fletëve të votimit tek shqiptarët e diasporës nga operatori i shërbimit postar. Franci Nuri theksoi se çdo vonesë në plotësimin e kërkesës do të ndikonte në procesin ankimues që do të përcjellë subjekti politik që përfaqëson. Besoj e mirë kuptoni, ka të bëjë me afatet e ankimimeve që nisin nga momenti i shpalljes apo miratimit të tabelave nga ana juaj. Dhe ne si subjekt cënohemi në drejtën tonë të ankimit efektiv, pastaj nëse nuk na vijnë në dispozicion të plota këto prova që ne gjykojmë thelbësore për këtë proces. Kryekomisioneri Celibashi poi rëndësinë e dokumentacionit të kërkuar nga opozita. Është e sigurt që e drejta juaj për ta prezantuar ankimin nuk do të cënohet dhe kjo është përgjegjësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nëse nuk do t'ju vendosin në dispozicion gjithë dokumentacionin e kërkuar, po besoj kjo nuk do të jetë rasti. Asgjë nuk do ta cënoj qoftë nga pikpamja formale procedurale të drejtën tuaj për ankim. Përndryshe është përgjegjësi komplete e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deri këtë të premte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar tabelat përmbledhëse për 9 qarqe. Të fundit që pritet të kalojnë gjatë ditëve në vijim janë ato të qarqeve Tiranë, Elbasan dhe Durrës. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni, për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanweb.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në korale. Bashkë do të shihemi në edicionet e radhës informative. Deri atëherë, mirupafshim.